e qeshura apo e qara na çliron më shumë? Se ti kam përshtypjen që i ke provuar të dyja. E bukur është kjo pyetje. Në fakt, të dyja janë po aq efektive dhe ndonjëherë kjo e qara është më shumë çliruese se sa e qeshura, sepse ka disa momente që ti nuk e kupton, në një moment jetës tënde ti ke dashur ta thuash një fjalë, edhe se ke thënë. Ke dashur të bërtasësh, e s'ke bërtitur, ke dashur të qash dhe të ka ngecur këtu. Dhe ti kujton se e ke kaluar atë moment, pa ai moment është bllokuar diku aty, që këto quhen gjendra emocionale. Dhe ajo është si një, le të themi si një top që të bllokon dhe të çon sinjale. Sa herë që ti ndihesh mirë, ajo të çon sinjale dhe ti pa të pritur ndihesh keq. Ka pas shumë raste, po përmend rastin e një djali, nuk do ja them emrin. E them trajnim, kur vish trajnim do e shohësh se vejmë shumë me video. Kemi lejen për atë. Mamaja e tij kishte vdekur para 6 vjetësh, se ky erdhi në trajnim. Dhe në momentin kur mamaja e tij kishte ndruar jetë, ky kishte shkuar në shok, domethënë kishte marrë një traumë, kishte ndodhur një bllokim emocional dhe nuk ishte i qartë dot. Nuk ishte qartë. Dhe nga momenti që kishte ndodhur vdekja e mamas, deri në ditën që erdhi tek trajnimi im, ky nuk ishte qartë kurrë në jetë. Edhe më vonë e folëm dhe çudia ose ajo dhimbja më e madhe e tij ishte jo vetëm që kishte ikur mamaja, po çfarë njeriu jam unë që nuk qaj për nënën time. Nuk e kuptonte, nuk e kishte zgjidhur dikush, t'ia shpjegonte çfarë kishte ndodhur me të. Dhe në një seancë nga ato që bëjmë aty, se bëjmë sa meditime të thella, quhen intervention, nuk jam vetëm unë që i bëj, ka sa persona të tjerë që janë kompetent për këtë punë. Ky futet në gjendje dhe arrin të shlirohet, madje shikon dhe t'jomën aty në atë meditimin, edhe qanë për herë të parë merr mikrofonin, masi mbaron këtë thotë, edhe thotë aty në mes sallës, edhe thotë unë, për herë të parë kam qanë për nënën time, thotë mas 6 vitesh.